Mbroma Shqipëri. Dy konkurrentë të tjerë u bashkuan grupit të finalistëve të spektaklit Albania's Got Talent në gjysmëfinalen e tretë të transmetuar mbrëmjen e së hënës në ekranin e Vision Plus. Bateristi Roan Beleri dhe grupi i grave të Uta u bën finalistët të radhës që do të garojnë për të qenë fitues. Mbrëmja nisi me akrobatet e vogla Luna dhe Ajla, të cilat elektrizuan skenën duke përcjell vlera të vërteta të artit. Të ndjekura nga turkja Derhim Pelivan, që sërish vendosi të befasonte urin duke treguar forcën e zërit të saj. Mes 10 talenteve të mbrëmjes, sigurisht që ra në sy prestigjatori Klesti Koxa, jo vetëm që vuri uri në vështirësi, por dëshmoi se shkathësia e tij për të kryer iluzione shkon përtej imagjinatës. Lutem Adelina, mund të zgjesh. Arti ishte në qendër të kësaj nate e ai bëhet edhe më i bukur kur sillet shqip. Ilistea Andreu me zërin e saj tregoi edhe një herë rëndësinë e ruajtjes së rënjve, veçanërisht nga të rinjt. Të ndodhur përballë dilemash dhe vështirësisë, Agron Llakajt, Adelina Ismailit, Elsa Lilës dhe Castro Zizos ju desh edhe këtë gjysmëfinale të ishin të drejtë për drejtë me komentet e tyre për të 10 konkurrentët. Teksa u treguan të kujdesshëm për të treguar gjithkujt se ky rrugëtim është vetëm fillimi i një ëndre të madhe, pavarësisht se vetëm 2 prej tyre vijojnë rrugëtimin drejt finales. Roan Beleri. Emocionet sa vine shtohen, teksa ka mbetur edhe një natë gjysmëfinale. Ndaj, për të mos humbur se cilët do të jenë 2 finalistët e fundit, Albania's Got Talent ju fton të hënën e ardhshme në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Finalistëve zyrtar të kësaj gjysmëfinale të tretë.